po kjo e LDK-s për të mbajtur pas 10 muajve? Nëse e shohim organizimin dhe menaxhimin katastrofik deri abuziv të zgjedhjeve të fundit nga Komisori Qendror i Zgjedhjeve, me ato problematikat të cilat nuk janë pas asnjëherë në këtë Kosovën e pas luftës, unë mendoj që do të ishte një borë jashtëzakonisht e madhe organizimi 2 palë zgjedhje, realisht 4 palë zgjedhje njëkohësisht. Sepse kemi të bëjnë edhe për kryetarët e komunave, dhe për asamblet komunale, edhe për deputet dhe partitë politike. Dhe si e tillë, ndarja në një trupe as e pa organizuar siç ka qenë zgjedhjet e fundit, me një afat për 2 muajve nxjerrën rezultate, me gjithë ato problematika që në parasit, shto këtu bashkë dhe zgjedhjet lokale, unë mendoj që do të ishte një katrahur e tërë e sistemit zgjedhor. Por nëse shifet zgjedhje, nëse shifet që zgjedhjet janë zgjedhja e problemit, kur do që të mbahen është shumë e mirë, por edhe për më mbajtur të zgjedhje, duhet më marrë vesh, duhet më konstituo Parlamenti i Kosovës. Nuk mund më shku në zgjedhje kur i teket dikujt. Edhe parashikimi i zotit Abdeziku që brenda 10 muaje të shkohet në zgjedhje. Prapë nuk është kompetencë e qeverisë së unitetit ose çdo qeveri që të përcaktojë diçka të tillë. Është para Parlamentit i Kosovës ai se vendos a mund ta zgjedh sepse s'janë në afatet e rregullta kushtetuese për mbajtjen e zgjedhjeve. Afatet e rregullta kushtetuese për mbajtjen e zgjedhjeve pas 4 viteve. Në rast se kemi dështim në zgjedhjen e presidentit, atëherë ose presidentes, atëherë shkohet automatikisht në zgjedhje. Por nuk kemi nevojë tashmë të për shembull këtu mungon ajo kërkesa që ishte për një reformë zgjedhore. Mungon shumë elemente të cilat ndoshta partitë politike nëse ulen bashkë dhe merren vesh për një qeverisë të përbashkët të përkohshme, të renditin, të lestrojnë të gjitha ato dhe të shtohet jo 10, po le të bëhet edhe 15 muaj nuk prish punë. Në fakt vlerësoni të ketë